Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotërim, përshëndetje të dashur miqtë e mi. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV për të nisur ditën e sotme maraton. Sot do të komentojmë ngjarje të ndryshme, sot do të flasim për situata të ndryshme që kanë ndodhur jashta shtëpisë por edhe brenda saj. Do ta nis këtë ditë një herë me një ngjarje që mua në fakt më ka shqetësuar. Dhe i kam parashtruar ca pyetje vetes, në fakt këto pyetje që doja t'ju parashtroj edhe juve. Por para se të nisim me këtë video, me këtë komentim dhe analizë që unë do të bëj, dua një herë që ju të na ndiqni me subscribe, do të thënë të abonoheni në platformat tona digjitale për të qenë një grup sa më i madh dhe për të vazhduar të komentojmë, analizojmë atë se çfarë po ndodh brenda Bigut dhe jashtë asaj. Do të ndalojmë tek Brikena Selmani, një emër që në fakt që para se të hynte në shtëpinë e Big Brotherit ka krijuar një kuriozitet të jashtëzakonshëm. Një vajzë me linja të bukura, një vajzë me trup joshës, një vajzë me pamje fantastike, do të bëhej pjesë e Big Brother VIP Albania 5. Brikena Selmani është komentuar jashtëzakonisht shumë, është përfolur për të, por sidomos tani ku Brikena u shndruan një farë fenomeni me marrëdhënien që krijoi me Mateon, intimiteti i saj me Mateon, dashuria e saj me Mateon. Tani, dita e djeshme ishte një ditë që unë në fakt mundesha ta komentoj që në moment, por doja ta mendoj gjatë. Përse pikërisht televizioni Klan përzgjodhi që videon e Brikenës ta publikon po tani? Brikena ka bërë ndërhyrje në estetik, gjë të cilën ajo e ka pranuar brenda në shtëpinë e Big Brotherit. Është Miss me një peshë jashtëzakonisht të madhe, por ndryshimi i saj në fytyrë, për mendimin tim, nuk është në një ndryshim shumë i madh. Domethënë Brikena ka ndenjur përsëri në origjinalitetin e saj, ka ndenjur përsëri në vërtetësinë e saj. Tani ditën e djeshme në televizionin Klan u publikua një emision i cili kishte të bën me Brikenën dhe me të pathënat e saj, domethënë ndërhyrja që u mbajt e fshehur, ishte titulluar kështu videoja. Dhe aty që unë me thënë drejtën më shtoj kuriozitetin si të gjithë të tjerë që ta hap dhe ta shoh, pash një emision në të cilin fliteshte për një vajzë nga Kosova, që në këtë rast ishte Brikena, e cila para se të bënte këto ndërhyrje të kishte dhënë një intervistë për klinikën, dhe kjo intervista ishte keq përdorur me sa unë arrita ta kuptoj, sepse domethënë e lëre një herë që nuk ka dalë deri më tani, po së dyti domethënë kjo intervistë del në momentin kur Brikena është pjesë e shtëpisë së Big Brotherit, kur Brikena është e izoluar. Dhe në këtë intervistë Brikena kishte shprehur ato pakënaqësitë e saj, që në syrin tim nuk kishte nevojë që t'i bën, ishte shumë e bukur origjinal, por domethënë si çdo femër që jeton në kohën moderne dhe që bën ndryshime estetike. Unë i quaj ndryshime estetike, ndryshime për të dukur më e bukur. Tani, çuditërisht, domethënë bota e artit i do me patjetër këto ndërhyrje sepse ka ardhur sistemi i tillë, një sistem i ndërtuar nga vetë artistët, të cilët kanë përzgjedhur që në skenë të dalin pak më ndryshe, domethënë pak më të kuruar në një farë mënyre. Por qëllimin e kësaj videos nuk dua ta vë pikërisht te kjo gjë, sepse për mendimin tim nuk është se Brikena ka bërë diçka të çuditshme, ajo thjesht domethënë ka vënë pak ndryshim në veten e saj, por gjithmonë duke qëndruar në origjinalitet. Unë e kam parë Brikenën dhe pa grim. Nuk është se i duket shumë botoksi apo fileri apo gjëra të tilla apo ndërhyrjet e tjera plastike që mund të ketë bërë Brikena. Ajo që mua më së shumti domethënë më çudit është kjo. Në një shoqëri që realisht këto tema vazhdon t'i ketë akoma tabu. Në për emisione të ndryshme që vajzat të cilat bëjnë ndërhyrje, që realisht e bëjnë një gjë të bukur, paragjykohen, komentohen keq, televizioni Klan përzgjedh që të merr përfitime, përzgjedh që të krijojë pak vëmendje, duke përdorur imazhin e një personazhit
dhe duke nxjerrë gjasme një sekret që nuk është thënë. Njëherë më duket shumë kontradiktor si media, sepse nuk e kisha pritur me thënë drejtën nga një media kombëtare të bën veprime të këtilla. Mua më duket kontradiktore për faktin sepse Brikena nuk është se e ka fshehur këtë pjesën, Brikena e ka thënë brenda shtëpisë së Big Brotherit që unë po kam kryer operacione, kam bërë dhe botokse, kam bërë dhe filler. Nuk është se ajo ka gënyer, ka thënë që unë jam origjinale, edhe duheshte marrur, domethënë kaq seriozisht puna që duheshte bërë një emision për t'ia nxjerrur të vërtetën Brikenës. Brikena, që në ditën e parë që ka hyrë në Big Brother, unë mendoj që ka qëndruar e sinqert në raport me pamjen e saj. Domethënë ai ka treguar gjërat ashtu siç janë, në raportin me buzët, mollzat, gjoksin, vithet, barkun etj etj. Më ka treguar detajet se në çfarë vend është origjinale dhe në çfarë vend është e bërë operacion. Mendoj që këto emisione janë më së shumti emisione që duan të përfitojnë, por duke u munduar që ta nxjerrin keq një personazh që është duke ngritur jashtëzakonisht klikime në një media tjetër. Tani, këtu sa është inati me Brikenën, nëse mund ta quajmë një inat, unë mendoj që është inati më së shumti me Topin, ëh. Klani dhe Topi mund të kenë atë luftën e tyre dhe me patjetër dëshirojnë që të jenë në qendër të vëmendjes të gjithë mediat shqiptare. Do të thënë janë në një luftë të madhe për klikime. Por e drejta dhe e bukur do të ishte që nëqoftë se ky televizion vendos që të publikojë një diçka kundërdrejt një personazhit, do të ishte njerëzore dhe natyrës që kjo intervistë të dilte me miratimin e Brikenës, ëh, domethënë me pëlqimin e Brikenës. Tani unë nuk e di nëse Brikena ka patur një kontratë të këtij spitali që do të shkonte reklam në televizionin Klan dhe Brikena ka thyer këtë kontratën, por do të ishte e bukur që këto intervista të dalin në momentin që ajo do të ishte jashtë shtëpisë ose, domethënë le të dilte tani, por jo me atë titullin që është skandalos, që e vërteta që u fsheh, domethënë gjëra që me thënë drejtën pak më iritoi. Unë shpresoj që mediat të vetëdijsohen edhe të kuptojnë që një personazh nëqoftë ka një sukses të jashtëzakonshëm në një televizion tjetër, urdhëro vlerësoje, jepi dorën, duar trokite, sepse të mirën duhet ta mbështesësh, bëj një emision për të, komentoje tek opinioni, komentoje fenomenin e saj, komentoje njeriun që është, por jo domethënë të mundohesh që të bësh emisione gjasme në kuadër të tipit sikur Brikena ka fshehur një diçka shumë të madhe, në të vërtetë Brikena e ka thënë jashtëzakonisht bukur dhe e ka treguar mirë çdo gjë që është në përmbajtjen e pamjes së saj.